Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e hënë, data shënon 6 korrik 2026, është dita e 186 nga 365 tilla. Dielli sot ka lindur në orën 5:14 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 20:17 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vjuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat. Në pjesën e tretë do të jemi me ekspertin e pensioneve zotin Kujtim Hoxha dhe në pjesën e katërt më pas me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Gjenerata Z do i jap drejtim Shqipërisë së ardhshme. Dita e 36 e protestës, shqiptarët më shumë në shesh. Rama dorhiqu. Lirohen protestuesit, qindra vet jashtë bllokut të sigurisë, avokati të arrestuarit me shenja dhune, dëshmit. Gjyshi thirrje bashkëmoshatarëve, hajdeni në shesh, mos i pengoni fëmijët, nipërit dhe mbesat. Dhoma amerikane e tregtisë pritje për 250 vjetorin e pavarësisë, Catherine Hammond. Forca e SBA-ve ka ardhur nga njerëz që ndërmarrin rreziqe. Sipërmarrësi paralajmëron 6 deputet Partisë Socialiste janë gati ta çojnë qeverinë Rama në vot besim. Gazetari i BBC-s zbulon episodin e intervistës me Raman, reagimi për hetimet e SPAK. Syt ju zgjeruan. Spartak Ngjela, instikti i pushtetit absolut mund të çojë Ramën drejt një fundi fatal. Artan Fuga mbështet protestat, shërbëtorët e popullit me jetë luksoze. Çfarë mbetet veç revoltës? Il Folio, revolucioni i flamingove vë në bankën e të akuzuarve të Europës, Edi Ramën. Rudolf Marku ngre alarmin, Korça e Tirana po humbasin identitetin nga arkitektura brutaliste. Mariana Koçeku, Rama nuk frymëzon më, kjo e ka quar në një krizë të madhe legitimiteti. Aurontare ironizon Ramën, çuna nuk është ariurus që në trazon pyllin, por çakejt tan. Bashkim Zahaj, o në bulevard, o me dinamit, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Erlin Gjindi, deputetët e Partisë Socialiste marrin në telefon protestuesit e qajnë hallet, ky pushtet ka rënë. Këto dhe shumë tituj të tjerë lidhur me protestën i gjeni nga faqja 2 deri në faqen 11 gazetës Panorama ditës sotme, ndërkohë që në brendësi gjeni dhe shumë tituj të tjerë nga gazeta Panorama. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, ndërkohë ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. Pensionistët nuk paguajnë dot energjinë e ilaçet, frigoriferët bosh, po ushqehen me bukë dhe çaj. Forum në Telegraf, indeksimi dhe bonusi veror, flasin Nako Petro, Kujtim Çako, Nikolaj Gjergji dhe Konstantin Bushi. Bonusi prej 5.000 lekësh dhe indeksimi pensioneve me vetëm 2.7% janë larg të qenit një lehtësim real për pensionistët dhe synon të zbusë pakënaqësinë sociale të një klime të tensionuar politike. Çmimet e ushqimeve, ilaçeve, energjisë, shërbimeve dhe qirave janë rritur me ritme shumë të larta gjatë viteve të fundit. Për një pension mesatar prej rreth 20.000 lekësh, indeksimi 2.7% përkthehet në afro 540 lekë në muaj. Me këtë shumë nuk blihet asnjë kilogram presh. Faqet 10 dhe 11, materiali i plot. Bankers Petroleum, krerët dhe lidhjet offshore në ishujt Kajman. Emrat e ish-drejtuesve të Bankers Petroleum dalin në dokumentet e Paradise Papers si drejtues të disa kompanive offshore në ishujt Kajman. Zbulimi vjen në kohën kur Bankers është në nënhetim për dyshime mbi evazion fiskal, pastrim parash dhe lëvizje fondesh përmes llogarive jashtë vendit, duke ngritur pikpyetje mbi detyrimet ndaj shtetit. Shfrytëzimi dhe vjedhja e Patos Marinzit si zona kryesore e naftës në Shqipëri, shitja e kundralishme,
prej $575 milion tek kinezët GeoJet Petroleum dhe pazaret e bankers me kompanin Bolvoil. Në faqen 10, materiali i plot. Tituj të tjerë, zbardhen përgjimet e blerjes votave në Peqin, nisi fushata, shto përfituesit e ndihmës ekonomike. Prokuroria fle me kufje. Populli shqiptar vuri jetën e vetë në rrezik për të shpëtuar hebrejt dhe familja ime mbeti gjallë fal vlonjatëve. Flet për Telegraf Ana Cohen në faqen 16. Perandoria e call centerave, tentakulet e rjetit kriminal botror të call centerave që mashtrojnë Europën shtrihen në Shqipëri. Ja skema. Politik, kryeministri Rama zvërnecje shtok private, projekti do të respektojë standardet e BE-s për mjedisin. Peleshi me Schellenberg forcojmë bashkëpunimin me Gjermanin. Blendi Klosi, OSBE do të mbajë sesionin e vjeshtës 2027 në Tiranë. 2026 e turizmit bosh, plazhet e jugut po zbrazen nga çmimet e frikshme, €400 për një natë, në Durrës e Shëngjin deri në €2.000 një javë. Si dështoi projekti i ligjave të banjës, kushtoi €2 milion. Dosier dhe histori, Jovan Bizhyti, prifti me kobure i Lëngës, partizani dhe kleriku që pas shlirimit drejtoi Komitetin Ekzekutiv të Pogradecit. Bashkim Koçi, Agim Hysko, njeriu me titull të parë, Fisnik Rin. Në faqen 20. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Dita. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë 6 korrik 2026. Kush i krijon skenat me Arkivol? Protesta dhe streha e përbashkët e diversionit të Rama Berisha. Autoria zbërthen mekanizmin e trash, por efektiv, përmes të cilit dy shënjestrat e vërteta të revoltës popullore bashkëpunojnë për të delegitimuar protestën masive antikorrupsion. Kryeartikulli i ditës, nga Fatos Tarifa, votat nuk t'i japin shtetin privat. Përmes një paralelit fort me dorëheqjen e fundit të kryeministrit britanik Keir Starmer dhe liderëve të tjerë perëndimor, profesor Tarifa nxjerr në pa një kontrast dramatik. Ndërsa në demokracitë e konsoliduara dorëheqja është një akt normal dhe morali i pranimit të dështimit, për Edi Ramën ajo shihet si një kataklizëm, apokalipsi i një bote të ngritur mbi iluzionin e megalomanisë dhe madhështisë. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Gazetari i BBC-s zbardh propaskenat e intervistës me Ramën, pyetja që e trazoi shumë. Një pyetje drejt për drejt e korrespondentit njohur BBC News, Guy de Lanyu, ka krijuar një moment tensionit pa precedente të jashtëzakonshëm gjatë një interviste me kryeministrin Rama. Detajet në faqen 4. Tituj të tjerë: investigim, aleanca e mirëfillt mes pushtetit politik, krimit organizuar dhe industrisë së ndërtimit, mekanizmi që bllokon qëllimisht regjistrimet e pronarëve të lishëm për t'u hapur rrugë planeve të mafjes së ndërtimit. Në brendësi, që fëmijët tanë mos ikin më nga Shqipëria, protesta si arsye. Vlora dhe një replik me ato që thot zonja Cohen, nga inxhinier me Vlania Upaj. Rubrika e shëndetit, jo vetëm uji, minerali jetik që duhet rikuperojmë gjatë ditëve të nxehta të verës, alarmi nga djersitja, pse mungesa e kaliumit rrezikon zemrën dhe si ta shmangni lodhjen e vapës. A ka secili nga ne një sozi në planet? Studimi i ri në faqen 24. I gjetëm rusët, një pankart nga protesta.
replika ironike në faqet 4 dhe 5. Geopolitik, dera e gjysmë e hapur e EBE-s, gara asimetrike e Ballkanit Perëndimor, midis zhgënjimit dhe shpresës pse Unioni ka mbetur një mirazh dekadash për rajonin. Në faqet 10 dhe 11. Këto ishin titujt kryesore dhe nga gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme. Radha është e gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj. Edi Rama në kërkim të opsioneve të daljes nga kriza, nga ndryshimi i qeverisë dhe spastrimi i bandës së Ballukut deri te dorëheqja nga posti i kryeministrit dhe emërimi një kryeministri të ri socialist. U arrestuan gjatë përplasjes para kuvendit, gjykata e Tiranës liron protestuesit nga paraburgimi. Avokatët mbrojtës i cilësojnë arrestimet palishme dhe ngren pretendime se klientët janë dhunuar. Në faqen 6. Gazetari BBC rrëfen panikun e Edi Ramës dhe kur e pyeti për hetimet e SPAK, ja çfarë tregon për transformimin e kryeministrit shqiptar pas përmendjes së prokurorisë speciale. Ja skenaret për largimin e Ramës, Alfred Sako plas bombën, frika nga një 21 janari 2 me kufoma dhe snajper të shërbimeve sekrete, fiet që po lvizin sorosianët dhe lufta e egër për 4 miliardë euro të mafjes që detyrojnë kryeministrin të kërkojë negociata. Protesta e të shtunës me arkivolin e Edi Ramës, mesazh kërcënues me simbolin e rrëzimit Fatos Nanos, me arkivolin e Azem Hajdarit, kryeministri i dëshpëruar për gjuhën e dhunshme të protestës. Ligji i kongresmenit republikan për trafikun e drogës paralajmëron një fund tragjik të Edi Ramës, ja që parashikon urdhri ekzekutiv 14.157 i presidentit Donald Trump për kartelet e drogës, si kryeministri shqiptar mund përfundoj si Maduro i Venezuelës. Sali Berisha spastroi PD-n nga veteranët për t'i hapur rrugën pasardhësit të tij. Hapja e portës së SBA i hap rrugën largimit nga politika. Rikthehet Lulzim Basha në lojë. Shtëpia e bardhë e fton në Washington në festimet e ditës së pavarësisë me presidentin Donald Trump. Makinat me targa diplomatike në shërbim të grupit Aruba për drogë e para, dalin detajet forta nga dosja e SPAK. Në faqen 10. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. Florini zbarkon me këngë, Nisa Hengu te Partizani, trajneri rumun mbërrin në mënyrë interesante, do të marrë sot frenat e demave. Marrin fund pushimet, të kuisht zbresi në fush, stërviten në Pogradec. Në faqen 19 gjeni materialin e plot. Krye artikulli Panorama Sport, triumfi i Vikingëve, Terminatori Haaland shkrin Brazilin. Brazil-Norvegji 1-2, ndërkohë ditën e shtunë u luajtën takimet Kanada-Marok, e cila përfundoi me rezultatin 0-3 dhe Paraguay-Francë 0-1. Dueli iberik, Ronaldo sfidon Spanjën për mrekullin e radhës. Luftë në Paraguay-Francë, gjelat shtyn dhunën dhe i falen liderit Mbappé. Argentina kalon kepin e gjelbërt në shtesë, tani sfidon Egjiptin. Ditën e sotme në orën 21 luhet takimi Portugali-Spanjë, ndërkohë pas mesnate të martën SBA-Belgjik në orën 2 të mëngjesit dhe Argentinë-Egjipt në orën 18. Zvicër-Kolumbi, takimi i fundit i ditës martë në orën 22. Detajet mbi atë se çfarë po ndodh në botrorin e klubeve në SBA, Kanada, Meksik, i gjeni në brendësitë gazetës Panorama Sport nga faqja 2 deri në faqen 11.
Tituj të tjerë: Firmos Hoxhallari, Manellari, Dinamo më bindi, synojmë grupet e Europës. Sot nis stërvitja nga Zemaria te Klafuriç, Tirana mbyll ciklin 9-vjeçar. Revolucioni Egnatia 11 afrime dhe konkurrencë në çdo pozicion. Faqen 21. Në kampionët verdhe blut gati për Europën, Elbasani kërkon hapin historik. Mesfushori kombëtarja Ramadani le Italinë dhe transferohet në Turqi. Formula 1, garë dramatike në Britani, Leclerc rigjen triumfin. Edhe një titull i fundit: Modric nuk ndalet, Milani bind kroatin edhe për një sezon. Në faqen 14 gjeni materialin e plot. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend. Panorama Sport e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në Shqipëri, ndërkohë tani do t'i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Gjenerata Z do i jap drejtim Shqipërisë së ardhshme. Dite 36 e protestës, shqiptarët më shumë në shesh, Rama dorhiqu. Lirohen protestuesit qindra vetë jashtë bllokut sigurisë, avokati të arrestuarit me shenja dhune, dëshmit. Gjyshi i thirrje bashkëmoshatarëve: hajdeni në shesh, mos i pengoni fëmijët, niprit dhe mbesat. Dhoma amerikane tregtisë pritje për 250 vjetorin e pavarësisë. Catherine Hammond, forca e SBA-ve ka ardhur nga njerëz që ndërmarrin rreziqe. Tituj të tjerë: sipërmarrësi paralajmëron 6 deputet Partisë Socialiste janë gati ta çojnë qeverinë Rama në votbesim. Spartak Ngjela, instikti i pushtetit absolut mund ta çojë Ramën drejt një fundi fatal. Gazetari i BBC-s zbulon episodin e intervistës me Ramën. Reagimi për hetimet e SPAK, syt ju zgjeruan. Artan Fuga mbështet protestat, shërptorët e popullit me jetë luksoze. Çfarë mbetet veç revoltës? Il Folio, revolucioni i flamingove vë në bankën e të akuzuarve të Europës, Edi Ramën. Rudolf Marku ngre alarmin, Korça e Tirana po mbasin identitetin nga arkitektura brutaliste. Mariana Koçeku, Rama nuk frymëzon më. Kjo e ka çuar në një krizë të madhe legitimiteti. Aurontare ironizon Raman: çuna, nuk është Aliu Rus që na trazon pyllin, por çakejt tan. Bashkim Zahaj: o në bulevard o me dinamit, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Erlin Gjindi: deputetët e Partisë Socialiste marrin në telefon protestuesit e qajnë hallet. Ky pushtet ka rënë. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama. E gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, dhe me gazetën Panorama ne japim fund këtu shtypit ditës për ditën e sotme. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Do të rikthehemi sërish pas pak me telefonata në studio. Publicitet.